Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi zhvilloi një takim me disa peshkatarë artizanal në Orikum. Bashkë me të ishte edhe kandidati për deputet Klevis Kaso. Gjatë diskutimit Çuçi foli për zhvillimin ekonomik të Vlorës dhe rolin që ka, sidomos peshkimi në sektorin e turizmit, teksa përmendi edhe lejen e dhënë nga qeveria për një port enkas për këta peshkatarë. Ne jemi munduar që mos ta lëmë një anë edhe pjesën edhe pa ndim pjesën e peshkimit artizanal. Dhe unë mendoj që të paktën në dy drejtime kemi bërë diçka. Edhe jemi këtu edhe do jemi këtu gjithmonë dhe do blidhemi gjithmonë që hajde çfarë të bëjmë më mirë edhe si ta bëjmë më mirë. E para, fondi që ka qenë 1.5 më duket milion euro për modernizim dhe pjesën e rrjetave, para rinovimin e gjithë atyre pjesës të gjithë pajisjeve që do duhen për pjesën e peshkimit. Sigurisht nuk është një gjë e madhe, por është diçka për t'ju ardhur në ndihmë. Pjesa tjetër është kujdesi që po tregojmë që të kemi vende parkimi të posaçme për peshkimin artizanal. Dhe një nga këto është edhe këtu ke Baçi, që me thënë drejtën jam marrë personalisht. Kryeministri ka dhënë lejen, KKT-ja ka miratuar lejen për ta bërë këtë po themi mini portin e peshkimit dhe leja është dhënë ekskluzivisht për portin e peshkimit artizanal. Pra që këtu të ankorohen të gjithë ata që duan të merren me peshkim artizanal. Në vijim të fjalës së tij, drejtuesi politik Bledi Çuçi vlerësoi kandidatin për deputet Klevis Kaso. Klevisi është një vlonjat 24 karat. Asnjë nuk e ka bërë kandidat veç punës së Klevisit. Sepse Klevisi, në këto muaj që unë kam qenë drejtues politik, ka qenë nga të paktit njëri pa llafe, por me punë shumë. Është një njeri që e ka çarë vetë jetën. Ka shkuar që fëmijë, ka shkuar dhe shmar me tregti, ka ngritur vetë, i ka ngritur në supe ato mallrat që i ka shitur vetë, derisa ka arritur të ngrejë një biznes të qëndrueshëm. Pra kështu njerëzish na duhen. Njerëz që janë punëtor, njerëz që përgjigjen në çdo kohë edhe që i çojnë gjërat deri në fund.